Kush nga këto të tre po gënjen? Greta me Rogertin apo Selin? Sepse Greta me Rogertin po thon pak a shumë të njëjtën gjë, pak a shumë. Prandaj se tha kush është ky që njeh tezën time dhe në atë moment më kujtua, prit se. Di shumë mirë. Dua të tregoj e njerëzve të rrugës, 16 thjesht. Kush e bën kjo? Prit? Më fort do jetë faktin që ajo s'ka pas. Këtë nuk e di, unë e di për babën e saj që e ka marrë. Pra, faktin që ajo s'ka marrë. Pra, di informacionin që këtë nuk e di, unë e di për babën e saj që e ka marrë. Mua të ta jap të informacion. Nuk do, po pse e kthy me nerva? Pse e kthy me nerva? Andorrana vini vekju. Një liri të plot. Apo mashtron Greta? A i dinte gjërat dhe i ka mbajtur për vete? Apo në të vërtetë është futuar me lojën Greta? Debatin me Rogertin që bëri Selin, kush e filloi konfliktin? Greta me filloi, edhe iku pastaj. Tani Selin po mashtron sepse i bën një pyetje të mirë edhe Gretën ti, edhe pse e njeh, bëri sikur nuk e njeh. Në këtë mënyrë mund të kesh vepruar dhe me Rogertin. Nëse, domethënë, një njeri dhe këtu natyrisht unë nuk Tani po mendoj dhe unë për Selina. Apo mos po mashtron? Deklarata e pa Ai njësë është bukur, jo zë me ftyrë, jo zë me ftyrë. Ja, i qifsha motrat, ja, kjo jam me ftyrë. Pa efekte, pa së lëgjaja. Pa tani. Po thjesht nuk dalë se jemi kurva ju të bëni screen recorde. Kjo është arsyeja që desi s'den me ftyrë, jo se të fshihet në një gjaje. Thjesht nga që jeni shumë prostituta, edhe bëni screen recorde me të shëmtu nga ftyra. Ika ime, hajde u qifshit sa më shumë, ciao, kalofshit mirë. Jo, absolutisht fare. nuk e kishe iden fare se kush ishte. Jo. Unë dhe historinë e gruas së tij, versionin që unë njoh në lidhje me familjarën time që e ka shoqe, Me tezën. me tezën, e kam thënë si unë historinë e di. Si unë historinë e di dhe edhe djalin e vet e kam parë vetëm mirë me një foto dhe e di dhe çfarë foto është që është me gocën e tezës duke u puth, janë të dy të vegjël të njëjtës mosh. Por Rogerti në mënyrë absolute as nuk e dija që Marloni mos gaboj. Marloni jati vetë është Rogerti e të tjerë në mënyrë absolute. Ti me tezën tuar këtë fjali, nuk e di për çfarë ka fjalën, a është një provokim i momentit apo insinuon gjëra që janë jo të vërteta, unë në Rogertin nuk e njoh. e qartë. Dhe më pas, kur ka nxjerr versionin e unë jam babi Marloni djali 2 vjeç, e ka gjetur mënyrën se si më ka dhënë kodet e Marlonit, dhe mua thjesht mbaja mend emrin e djalit të tij dhe 3